Asim Vokshi ka marrë sot zyrtarisht detyrën si antar i gjykatës kushtetuese pasi u betua në një ceremoni të zhvilluar në institucionin e presidencës në praninë të presidentit të Republikës Bajram Begaj. Me këtë akt formalizohen detyrat e tij të reja me organin më të lartë të kontrollit kushtetues në vend. Vokshi vjen në një kohë pozicioni pas përfundimit të mandatit të gjyqtares Olta Zaçkaj, mandati i së cilës kishte mbaruar që në muajin prill. Procesi për zëvendësimin e tij nuk ka kaluar pa debate pasi vendimi i gjykatës së lartë për të shpallur fitues Vokshin u kundërshtua nga kandidatja tjetër në garë, Neureda Llagami. Betohem se gjatë kryerjes së detyrave të mia do t'i qëndroj kurdoherë besnik kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Betohem. Llagami e ka quar çështjen fillimisht në gjykatën administrative dhe më pas në ato kushtetuese, duke argumentuar se një votë e shpallur e pavlefshme në procesin e vlerësimit duhet konsideruar si e vlefshme për të dhe kështu do t'i jepte asaj avantazhin për t'u zgjedhur antare gjykatës kushtetuese. Megjithatë, pavarësisht këtyre kundërshtimeve, procesi ka vijuar sipas vendimeve të organeve përkatëse dhe sot Vokshi ka marrë zyrtarisht detyrën. Me ndryshimin në përmbajtje pas largimit të Zaçkaj, gjykata kushtetuese pritet të hyjë së shpejti në një fazë të rizgjedhjeje të drejtuesit të saj. Aktualisht, institucioni drejtohet përkohësisht nga nënkryetaria Marsida Xhaferllari, e cila mban detyrën derisa të zgjidhet kryetari i ri. Betimi i Asim Vokshit shënon plotësimin e një tjetri vend vakant në këtë institucion kyç për funksionimin e shtetit të së drejtës, ndërsa vëmendja tashmë është e përqendruar tek hapat e radhës në drejtimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese.